Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë fillim edhe mbarim, prej tij falën dhe ndihmë kërkojmë, salavat dhe selamat dërgojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri në ditën e fundit. Disa fjalë të shkurta për një temë shumë të madhe dhe me rëndësi, temë që ndoshta ka nevojë për ligjërata apo edhe seminare, siç edhe janë aktivizuar alhamdulillah kohës fundit në përvendet tona. Padyshim që është tema e Ramazanit, që është vetëm se në prak derës tonë, që lutim Allahun azza wa jall që të na mundson që ta arrijmë fillimin edhe mbarimin dhe të realizojmë ato synimet tona përmes këtij muaji. Disa prej gabimeve të cilat përsëritën gati në çdo Ramazan prej një numër të madh të muslimanëve është ai gabimi se shpesh e nimat mohabetin veç sa ta mri edhe këtë Ramazan, sikur Allahu më dhon atë mundësinë që me shiju edhe një herë Ramazanin, e që fatkeqësisht kur him në Ramazan ose kalon ai 5 ditë i parë ose java e parë e Ramazanit, e shohim atë programin ose atë vullnetin e madh që e kanë pas muslimanët, shihet duke u dobësu. Shihet se ai serioziteti që ka qenë në fillim në atë ditë e para nuk vazhdon. Ato programet e adhurimet që i ka pas në plan dështojnë. Edhe ajo prezenca në Ramazan apo në xhamit tona shifet pas javës parë që dobësohet edhe nuk është sikur në vitet e para. Për mos me e përsërit këtë gabim, pra i avlen që besimtari me u pregadit, me u vetëdisu edhe me shoqëru ai kuptimi i sakt i Ramazanit, që mos me pas një gabim çdo Ramazan. Nëse shohim atë kuptimin e selefit, ku po foli kuptimin hakikat, kuptimin original të Ramazanit, e shohim dallimin e madh mes selefit apo muslimanëve të parë edhe muslimanëve tonë në ditën e sodit. Nuk dyshoj se shumë prej neve në Ramazanin e kalum ose në Bajramin e kalum kena pas tafërm, kena pas njerëz që i njohim edhe i kena kalu çastet bashk si në ibadet apo si në fest. Mirë po, shumë prej tyve vetëm se ja kanë dhënë amanetin Allahut azza wa jall, e një prej mirësive dhe mëshirës së Allahut azza wa jall është që Allahu më na dhon ymrin apo më na zgjat ymrin e xhelin që më shiu edhe në Ramazan. Kur Allahu azza wa jall fol në surën El-Mulk edhe në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë: Kulla ra'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i. Thot pejgamberi Allahut, a e shifni nëse Allahu azza wa jall më shkatron mu edhe ato që janë me mu, au rahimana, ose na mëshiron. Pra Allahu në këtë rast jetën e ka qujtë mëshirë. Pra nëse Allahu ta mundson me jetu apo ta zgjat ymrin, është mëshirë e tij. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, thot prej njerëzve më të mirë është atij që Allahu ja jep një jetë gjatë edhe ja mundson me bë vepra të mira sa më shumë. Pra nuk ka dyshim se prej mirësive dhe mëshirës së Allahut azza wa jall është që neve me na zgjat ymrin që me arrit edhe në Ramazan. Elus Allahun azza wa jall që të arrijmë edhe fillimin, po edhe mbarimin e tij. Allah azza wa jalla thot në Kur'an: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kurani. Fihi hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Në këtë muaj ka zbrit pra ky Kur'an që është udhëzim për njerëzimin, është edhe argument i qartë për njerëzimin. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, ai i cili e arrin këtë moment, këtë muaj, e ka obligim pra agjerimin e këtij muaji. Wa man kana maridan aw ala safar, ai i cili është i smut apo është në udhtim, thot Allahu e kompenzon ditë tjera prej muajve tjerë.
Yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allahu thot për juve e dëshiron të letën dhe nuk e dëshiron atë që është e rëndë edhe ngarkesën. Wali tukabbirullaha ala ma hadakum, edhe që ta madhroni ju Zotin e juj për udhëzimin që ua ka mundsu, wala'allakum tashkurun, dhe me shpresë që të falenderoni, të jeni falenderus. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit, ashtu si thuhet në hadith që e transmeton sikur Imam Ahmedi për dhe tjerë, se pejgamberi Allahut i ka përgëzu sahabët e tij apo muslimanët për ardhjen e muajit Ramazan. Tha pejgamberi Allahut, ju tha sahabëve, atakum shahru Ramadan, ju ka ardhur juve muaji i Ramazanit, muaji në të cilin Allahu e ka obliguar agjerimin, muaj në të cilin hapën dyert e xhenetit edhe muaj në të cilin mbyllën dyert e zjarrit. Në të thot është një ditë që është më e mirë se 1000 muaj. Faman hurima khayruha faqad hurim. Thot pejgamberi Allahut, ai i cili privohet ose i humb këtë të mirat e këtij muaji, dhe ai me të vërtetë është një humbës i madh. Ai me të vërtetë është privu prej të mirës, prej fjalës së mirë, e veçantit këtij muaji që i ka këto mirësi dhe këto bereqete. Pra, për këtë rëndësi që e kanë kuptuar selefi të partë e muslimanëve, për rëndësinë që e ka dhe peshën që e ka ky muaj, për atë transmetohet se selefët e kanë lutur Allahun Azza wa Jall 6 muaj para ardhjes së Ramazanit që Allahu më ia mundsu me arrit këtë muaj. Për shkak se e kanë ditë vlerën. E kanë kuptuar atë kuptimin e saktë, edhe original qysh Allahu Azza wa Jall e dëshiron, edhe e kanë lutur Allahun 6 muaj që Allahu më ia mundsu me arrit këtë muaj. Ndërsa 6 muaj pas agjerimit janë lutur që Allahu Azza wa Jall më ia pranu veprat që i kanë bërë në këtë muaj madhështor. Në këtë muaj ka zbrit Kurani, siç Allah Azza wa Jall e përmend edhe në librin e tij, po edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë muaj është namazi natës apo janë taravit, në këtë muaj është pendimi, është falja, në këtë muaj prangosën edhe ato rebelat prej shejtanëve. Në këtë muaj, siç e përmendëm, mbyllën edhe dyert e zjarrit, në këtë muaj gjithashtu janë të hapura dyert e xhenetit. Në këtë muaj shtrihet dora, shtohet sadakaja, sakrifica edhe mëshira për tjertë. Në këtë muaj lirohen, siç ka në hadithe që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ditë të Ramazanit lirohen qafa prej zjarrit, prej dënimit të Allahut Azza wa Jall. Në këtë muaj muslimanët i kanë shfrytzuar për edhe çlirimet e tyre apo për fitoret e muslimanëve. Si ka mundësi një besimtar i cili i din këto kuptime, edhe i din këto vlerat këtij muaji të madh bereqetshëm, edhe mos me përgëzu veten, mos me përgëzu familjen e tij, ose me përgëzu njëri tjetrin për këtë muaj të bereqetshëm. Ashtu siç pejgamberi Allahut i përgëzoi sahabët e tij, ka qenë traditë edhe të sahabët me përgëzu njëri tjetrin, një ashtu edhe na si besimtar, duke ja ditë vlerën këtij muaji, ja kujtojmë njëri tjetrit edhe përgëzojmë për këtë muaj të bereqetshëm me bereqetin që e ka. Allah Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Azza wa Jalla tha: "O ju që keni besuar." Të kjo fjala "o ju që keni besuar" ja vlen me na shoqërua ajo fjala e Abdullah ibn Mas'udit, i cili tha: "O musliman, kur ta ndëgjesh fjalën ose e ke lexuar fjalën në Kur'an, o ju që keni besuar, dije thot se ose është një urdhër pejgamberit Allahut Azza wa Jall që është një hajër, edhe ti duhesh me marr, me praktiku, ose është thot ndonjë e keq ose ndonjë shart që Allahu Azza wa Jall të ndalon prej asaj." Domethënë, vnoja veshin, koncentrojo edhe mundohu me praktiku në maksimum. Edhe këtu Allah Azza wa Jalla na drejtohet, thot: "O ju që keni besuar, thot ju ka obligu juve agjerimi ashtu siç ju ka obligu edhe tjerëve para jush. La'allakum tattaqun." Me qëllim, me shpresë që të jeni më të devotshëm. Kur jemi tek, domethënë, në fund të ajetit Allahu e ka përmendë edhe urtësinë se pse Allahu e ka obliguar agjerim. Në shumë ibadete, edhe në shumë ligje, por edhe dënimet që janë në Islam, Allahu në shumë të rasteve e përmend edhe urtësinë. Se pse ka ardhur kjo? Tekstualisht.
Ka nejherë nuk përmenet tekstualisht, mirë po sahabët apo ulemat mundohën me buat mundin e vetë, hulumtimin e vetë, sepse ka filan ibadeti ose filan ligji, mirë po dhe nëse ka një ligj ose ka një ibadet që na nuk e di murtësin e asaj, na i dorëzohemi, dhe më thonë Allahut Azza wa Jall, i cili e din se çka është më e mira për robin e tij, mirë po në këtë rast Allah Azza wa Jall e paska përmend në fund se qëllimi i agjerimit kryesor është la'allakum tattaqun, me shpresë që ju me arritat devotshmëri. Kjo është synimi kryesor në muajin e Ramazanit. Devotshmëria që është një obligim për besimtarin, e nuk është një vepër veç e mirë që shë e përhap tek na, se është mirë mu konë i devotshëm, jo, është obligim që na me arritat devotshmërin, mu konë devotshëm dhe Allahut Azza wa Jall, për me definu në fjallë shkurta se çfarë është devotshmëria, do më thonë shkurt ulemat e definojnë devotshmërin lania e gjunahëv, sidomos të mdhojat, edhe kryerja apo me qumë vend fazët e Allahut Azza wa Jall. Që kjo është devotshmëri. Për atë pejgamberi s.a.s. thanë në një hadith, ittaqillaha haythu ma kunt. Devotshmëria le të shoqëron kudo që je. Në çfarë do veni, në çfarë do kohë, devotshmëria le të jetë me ty. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana, edhe tha në vazhdim të hadithit, shoqëroje punën e keqe ose një gabim që e ke bë, shoqëroje thot me një vepër të mirë, se e mira e fshin të keqen. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, edhe të jesh në mënyrë me sjellje të mirë ndaj tjerëve. Se sa na jemi të vetëdijshëm tash për çet devotshmërinë, edhe çet qëllim, synim apo urtësi që Allahu e paska obliguar xherimin, besoj që është një pyetje se cili ja e përgjigjen vetë, mirë po, a duhet vetëdijsim për anës tonë për me kuptu realisht se çka kërkohet për neve në këtë muaj, ka nevojë për vetëdijsim, ka nevojë për seriozitet më të madh. Omer bin Abdulazizi ja e shkruan një letër një shokit tij edhe e këshillon me këtë fjalë. Thot usike bi taqwallah, thot të këshilloj me takvallëk ndaj Allahut Azza wa Jall, me devotshmëri. Thot nuk pranon i cili Allahu nuk pranon përveç se devotshmëri, i cili nuk mëshiron veç se ato që janë i thtarë të devotshmërisë apo kanë hise në devotshmëri, dhe nuk shpërblen vetëm se me devotshmëri. Ata thot që këshillojnë me devotshmëri dhe me takvallak thot janë shumë, po ato që punojnë me atë janë pak. Kjo është i këshilla që ja dha Omer bin Abdulazizi shokit të tij, ndërsa kur e pyetën njërin prej selefëve, prej parëve muslimanëve, duke dash pak me qetësu e me rahatu, tha pse s'po qetësohesh pak, pse s'po rahatohesh pak, me pushu pak, tha wallahi, tha rahatohet ai i cili është i sigurt, ndërsa unë jam hala me frikë. Se qysh kanë qenë selefi apo të partë muslimanëve në muajin e Ramazanit apo edhe jashtë muajit Ramazanit, edhe me bo sa do pak një krahasim me atë hallin tonë dhe hallin e selefëve që na pretendojmë që i pasojmë ata, e shohim duke fillu, nëse fillojmë prej sinceritetit në veprën, ata që janë kujdes për sinceritetin e tyre, thot Muhammed ibn Aslem, që ka qenë një prej të parëve të muslimanëve, thot vallahi, thot sikur me pas mundësi, thot me mshef atë veprën teme edhe prej që atyve me laqe që shkrujnë, thot unë e kësham shef. Qasë dhe më thonë janë kontë kujdeshëm për sinceritetin e tyre. Ndërsa Hasan Basriun i përshkruan hallin ose gjendjen e muslimanëve që janë konë para ti, pra duke një spite sahabët edhe mas ti, thot Hasan Basriu, thot ka mundësi, thot në atë ko dikush e ka kry atë mësimin e Koranit përmendshëm, për ngushti, rrethi i ngusht, shumë pak prej tyre kanë ditë. Edhe pse e ka kry, e ka memorizu, dhe më thonë Koranin. Ka prej atyre thot që është marrë me ilm, me dije, edhe e ka mri një grad të lartë dijes. Mirë po shumë pak prej rrethit ngusht e kanë kuptu se ky pas ka mri shumë një dije të lartë. Po ka thot prej atyve muslimanëve që falin namaznate, po as ai rrethi ngusht nuk e merr vesh se ky falet namaznate. Pastaj në fund thot nuk ka mundësi, thot që nëse një vepër thot ka mundësi mu kry në sekret veç mes tij dhe Allahut Azza wa Jall,
se janë disa vepra kanë herë ti sado që mundesh me im shef, edhe me qena jo veç me sti dhe Allahu Azza wa Jall prap dalin disa vepra në shesh. Mirë po thot nuk ka pas mundësi që nëse një vepër ka pas mundësi me shef, edhe me qenë sekret, veç mes ati edhe Allahu Azza wa Jall, thot ajo s'ka pas mundësi me dalë domethënë në publik. Qa që janë kont kujdesshëm sahabët apo selefit partë e muslimanëve në njetin e tyre. Nëse e marrni tek namazi, Imam Ahmedin e kanë pyet kur o puna e taravive, namazi natës, e kanë pyet domethënë o imam çfarë po na porosit ti, çfarë po na këshillon? Sa duhet më kanë ajo leximi ose zgjatja e namazeve që shpesh herë domethënë ka diskutime ose polemika. Imam Ahmedi thot nëse i shef thot se muslimant janë me vullnet, janë me iman, janë me takat, atëherë thot 2 deri në 3 havë me thot mjafton. Mirë po thot nëse i shef se janë dopt me vullnet, me iman, atëherë thot edhe një mjafton. Një havë, me domethënë gjatë taravive të Ramazanit. Nëse e marrni tek nata e Kadrit që ka ky muj i Ramazanit, disa që e kishin keq kuptuar fjalën e Abdullah ibn Mesudit, shkojnë e pyetin Ubej ibn Ka'b dhe i thonë o Ubej, thot vëllau jot e kanë për qëllim ibn Mesudin, po thot se ai që falet tër vitin, ai e ka mri natën e Kadrit. E këta tash e kanë keq kuptuar se kinse Abdullah ibn Mesudi ka thonë se edhe nota e Kadrit është edhe jashtë Ramazanit. Mirë po Ubeji përgjigjet e thot Allahu e pas të mëshiru, thot ibn Mesudin, thot qëllimi atij o konë që ju mos më mbështet veç në atë natën e 27, qysh është edhe realiteti i sudit, po thot ka pas qëllim që mu aktivizu edhe mu eduku dhe më thonë edhe jashta natës Kadrit, jashta Ramazanit. Një dhe më thonë që ndërlidhet ma atë maherët që përmena se prej gabime pëse na ndoshta dështojmë një javë mas Ramazanit ose 2-3 ditë mas Ramazanit në ato ibadetet tona, është se selefi apo sahabët janë eduku me ibadet edhe jashta Ramazanit. E tash ai i cili nuk edukohet ose nuk falet nëse marrni të namazi, nuk i ka shkuar men asnjëherë 2 rekate mi fal në javë apo në muaj. E pastaj ai kur të nis në muajin e Ramazanit mi fal 8 rekate ose 20 rekate, normal që mas 2-3 ditëve lodhet edhe dështon. Pse nefsi i tij nuk është edukuar më herët që ai mu fal. Ose një person që nuk e ka edukuar veten e tij me lexu Kur'an ditë për ditë, ose me bu një hatë me minimum, si që është e njohur, domethënë në 40 ditë, ose në 50 ditë, e tash vjen ai, domethënë në Ramazan munohet me bu një hatë në mrena ditës, për këtë shumë e hatë. E një prej arsyeve, s'po tham me vetme, me një prej arsyeve pse na dështojmë në ato ibadetet tona në fillim të Ramazanit, është se na nuk jena mësu gjatë vitit me bu ibadet. Nuk jena mësu me fal namaz natë, nuk jena mësu me lexu Kur'an. Për atë pastaj vjen ajo dobësimi dhe dështimi. Nëse e marrni sadakan, Ibn Abbasin e po shkruan më së miri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për cilin thot pejgamberi Allah thot ka qenë sahar bujar. Domethënë karakter, cilësia atij ka bujaria, me dhanë. Këtë më së miri e kuptojmë edhe kur vetë pejgamberi alaihi salatu wasalam kur ka ardhur njëri dhe ka lip thë ja Rasulullah me i dhon diçka sadaka, ai ka thënë vallahi thot me pastë tonë diçka ti ma lip ata thot nuk ka mundësi unë mos me ta dhon. Për atë sahabët kur ka ardhur dikush i ka lip pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka prej tij që e ka pas, janë ngushtu, se e kanë ditë se pejgamberi Allahut nuk e kthen. Mirë për Ibn Abbasi thot pejgamberi Allahut ka qenë bujar, mirë për kur o thonë muaj Ramazanit, sidomos mas takimit me Xhibrilin, se siç është në këtë transmetim, Ibn Abbasi thot se pejgamberi Allahut është taku çdo natë me Xhibrilin edhe e ka lexu, e ka bëu hat me Kur'anin në këtë muaj të Ramazanit. E thot në veçanti pas këtij takimi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë edhe më bujar. Domethënë edhe më shumë e ka shtu bujarinë e tij, ndërsa Imam Zuhri e përmend thot në moment që hin muaji Ramazanit thot janë 2 sene, nuk ka e treta. Thot është itam me dhon ushqim apo me dhon sadaka, edhe e dyta thot tilawatul Kur'an, leximi i Kuranit. Ndërsa kur jemi te leximi i Kuranit, na kemi ndëgju shpesh për ato imamat e mëdhej që na i kemi, siç janë imamat e mëdhëherëve, veçanti
dash e mormi Imam Ahmedin, dash Imam Malikun, dash Imam Shafiun, për Abu Hanifën e tjerë, këta janë kanë të angazhuar vazhdimisht me ligjerata, vazhdimisht me derse, vazhdimisht me fetva, mirë po kur ka ardhur muaji i Ramazanit, këto i kanë ndalu. Pse? Për shkak të leximit të Kuranit. Janë përkushtu, domethënë në leximin e Kuranit, saqë për Imam Shafiun transmetohet se gati çdo nat i ka lexuar domethënë 2 hatme, në mujt 60 hatme të Kuranit. Këto kanë qenë domethënë imamat tonë në kohën e selefit. Në këtë muaj gjithashtu, siç e përmendëm më herët, se sahabët kanë çliru vende, apo lufta e Bedrit, që është një prej luftave të mëdha në Islam apo tek muslimanët, ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Çlirimi i Mekës ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Lufta e Kadisijës, që është e njohur, që ka qenë një luftë më të mëdha, ka ndodhur në kohën e Ramazanit. E kështu me radhë, po shkurtimisht, ibadetet si leximi i Kuranit, apo sadakaja, apo namazi i natës, janë kanë këto ibadetet kryesore, jo se sahabët nuk i kanë lënë ato detyrat apo përgjegjësi që i kanë përditshme për veten apo familjen, mirë po janë kanë të përgatitur për këtë muaj. Ose i kanë kryer ato obligimet e detyrat para këtij muaji, që mu kanë i lirë vetëm për ibadet në këtë muaj të Ramazanit, ose i kanë kryer obligimet që janë brenda Ramazanit, mirë po kohën e lirë e kanë shfrytzuar në maksimum, domethënë në ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. Ndërsa një hoxha bën një shembull shumë të mirë ku thotë se muajin e Ramazanit kuptohet sikur një shans, sikur me ta dhon dikush me thonë në një magazin, edhe në atë magazin i ki ato pasurit ma me vlerë, dash mere parën, dash mere diamantin, dash mere arin, e kështu me radhë, edhe thot që ku i ki qelsin, thot i ki disa dit, ta cakton 10 dit, e ki thot merë sa dush. Unë e besoj se krejt që turbineve, jo me shfridzu për dhe pa gjumë, rrim për me shfridzu këtë 10 dit që për me mujtë me nëzirë sa ma shumë. Jo që ka që për dhe ma shumë, muaj Ramazan vlen me sakrifiku dhe mu angazhu prej neve, për me shfridzua të mirat që i ka, ndërsa halli jonë fatkeqësisht thot, si që ndëgjojmë në Ramazan, që halli jonë thot sa ma shumë me fletë që me mujtë me mri iftarin ma letë. Kjo është halli jonë, në shumë të në rastë. Halli jonë thot që me dal me hu pak vakt, këtë ma bet e një shpesh për neve, me dal me hu pak vaktin se nuk pëhec deri në iftar. Halli jonë thot fatkeqësisht, në më thonë njerëzit, qatë shumë është bo si fenomen, iftarët në restorante ose qajtorët janë të mushta, si dhe mos të na, janë të mushta deri në syfyr. Në më thonë nuk ka ven, edhe pse nuk jam kundra, në më thonë me dalë, me hao njëri iftarë në për restorant, mirë po, na me unë njoft, ashtë si fenomen, si besimtar në këtë muj, qatë shumë, sa që ato që i kanë restorantët, janë duke e shfrydzu këtë rast, edhe ngritja e çmime pësë është sezon. Mirë po qatë shumë muslimant janë dallu me këtë, që kjo është ndështë pak një fatkeqësi, që na me u dallu, se jina të fokusum në Ramazan në të ushqim, luks, në venet e kështu me ratë, ose në qajtore, ose gjendi kanë që 2 recate taravit i fala, më 2 orë masane e ki, në kafe edhe në qajtore dhe në sifir. Kjo është të më thonë një hal fatkeqësisht joni shumë për muslimanve, të cilët nuk e kanë kuptu qatë kuptimin e sakt edhe original të sahabët që kanë pas ata. Disa prej llojeve të agjerimeve që i përmenin ulemat janë, thojnë kështu, kush agjeron duke u rujt vetëm prej ushqimit edhe prej pijes, apo mos më afru dhe më dhënë gryës ti gjatë ditës të Ramazanit, ai që mjaftohet të veç me qëta, ky thët e ka adet. Ky obligim dhe më dhënë kamet të ky adet. Kush agjeron prej pasuris haram, agjeron, e përmban vetën prej pasuris haram, edhe bën iftar thot me pasuri halal, thot ky është agjerim, ky agjerim është ibadet. Kush agjeron, thot prej gjunaheve në përgjithsi, pra e run vetën prej gjunaheve, edhe bën iftar, thot me ibadet, apo me dhikr, thot kjo është ai agjerimi i lavdrum. Agjerimi i lavdrum. Mirë po thot ai i cili agjeron duke u kujdes edhe për ato
që janë me kruh, që njihen të na ato veprat e papëlqyme, që nuk janë gradën e haramit, thotë ruhet ditën prej këtyve, edhe bën iftar me një zemër që është e pendume tek Allahu Azza wa Jalla, edhe është e parullur. Kjo është thotë agjerimi i të devotshmive, e asaj devotshmërie që synohet mu arrit përmes agjerimit. Ibn Kaimi, Allahu pas mëshiru, thot asjamu lijamul muttaqin, thot agjerimi është lijam, në gjuhën arabe i thojnë asaj ati frenit që ja vendosin kalit përpara për me menaxhu, me kontrollu. E ky lijami thot është frej për besimtarin, për agjerusin. Pse? Se nefsi jon ka nevojë për këtë frena, ka nevojë mu kontrollu. Për atë tha Hasan Basriu, për të njëjtën temë të ligjamit, të që kjo freni që ja vendojnë pra kalit, thot mas shumë të që ka nevojë me i vnu që të frej për me kontrollu, thot është nefsi në trupin e njerit. E agjerimi është ajo mënyra më e mirë, më e lehtë që ta lehtëson me menaxhu nefsin tanë. Por atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shka thënë hadith, kur i këshilloi ato të rit për mu martu, tha martone, ata që s'kan mundësi mu martu, tha let agjeroj. Pse? Agjerimi ta lehtëson atë nefsin tanë me kontrollu ma lehtë. Thot, vazhdon fjala Ibn Kaimi, thot, agjerimi gjithashtu thot, është gjennetul muharibin, është ai gjenneti ku njerëzit besimtar, devotshmit luftojnë, garojnë, për shka për veprat e mira. Gjithashtu thot, as-siyam rawdatul muqarrabin, edhe agjerimi është edhe kopshti i muqarrabin. Muqarrabin janë ata të cilët edhe Allah i përmend në Kur'an, janë ata që dojnë me u afru sa më shumë tek Allahu Azza wa Jall. Pra agjerimi, sidomos muaji i Ramazanit, është kopsht ku njeriu besimtari mundet mu afru më shumë me Rabbul Alamin. Ndërsa për në fund mjafton besoj fjala ku Allahu Azza wa Jall thot në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot as-sawmu li wa ana ajzi bih, thot agjerimi është për mu, edhe agjerimin une e shpërblej. Allahu Azza wa Jall i takojnë shembujt më të mira dhe më të larta, edhe ati nuk i përngjason askush. Mirë po, ka nëherë veç me pak me parafrunat logjikën tonë, se nëse dikush me pozit të madhe, ose me pasuri shumë të madhe, edhe ti e di se ajo shumë bujar, shpërblen shumë mirë, edhe ta obligon një vepër, ose të thot, bane filan veprën, unë e të shpërblej, besoj që se cili prej neve kupton se ti nuk dëshprohësh, pasi që ta krysh atë vepër, ti e di se shka të pret. E njeh personin, e njeh se ka pasuri, mashallah, e di se ajo është bujar shumë, nuk dëshprohësh kur ai të shpërblen, ndërsa Allah Azza wa Jall i takojnë shembujt më të lartë, ndërsa Allah Azza wa Jall po thot në këtë hadith se unë e shpërblej agjerimin. Nuk e ka tregu shpërblimin, mirë po duke e njoft na si besimtar Allahun Azza wa Jall, duke e njoft atë bujarinë e tij, atë mëshirën e tij, edhe fuqinë e tij, nuk dyshoj se kjo duhet me në nëzit edhe ma shumë mu kona, ma serios, ma të përkushtum, me shfrytzuar maksimum këtë muj të Ramazanit, edhe nuk ka dyshim se nuk dëshprohet në ditën e gjykimit kur Allah Azza wa Jall i shpërblen agjerusit. Lusë Allah Azza wa Jall që fillimisht na mundson që të arrijmë këtë muj, por edhe ta shfrytëzojmë sidomos për çato urtësi edhe sinime që ka Ramazani, që është devotshmëria, është falja Allah Azza wa Jall me na fal, është me na çliru prej zjarrit xhehenemit, prej dënimit, edhe sinime tjera. E lusë Allah Azza wa Jall pra që të na bën prej atyre devotshmëve. Allah është përbleft për sabrin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.